Procesi dezinsektimit pritet të nisë shumë shpejt, ndërsa do të përfshijë qytetin e Vlorës, por edhe të gjithë vijën bregdetare deri në Qeparo. Shefi i epidemiologjisë në Vlorë Agron Bashllari konfirmon se ky proces është mjaft i rëndësishëm e zhvillohet çdo vit gjatë sezonit veror. Qëllimi kryesor mbetet ndërhyrja për të reduktuar popullatën e mushkonjave, të cilat janë bartëse të sëmundjeve të ndryshme dhe shkaktojnë alergji, përveç bezdisjes që krijojnë tek qytetarët dhe pushuesit. Si çdo vit, edhe këtë vit së shpejti do fillojë procedura e dezinsektimit ose e luftës kundër mushkonjave, e cila bëhet prej shumë vitesh, pra kemi marrë njoftimin që do fillojmë së shpejti, çështje ditësh. Procesi shumë i rëndësishëm dhe ka patur impakt në zonën turistike, pra me reduktimin ose minimizimin e popullatës së mushkonjave, pasi në vetvete procesi nuk synon çfarosjen e mushkonjave, por bëhet sepse kuptohet që mushkonjat janë transmetuese të sëmundjeve infektive, por njëkohësisht kanë dhe efektin bezdisës, të shoqëruar pra jo me sëmundje infektive të rënda, por qoftë edhe me shfaqje lokale të natyrës alergjike. Rrjedhimisht në këtë proces është përfshirë pothuajse plotësisht e gjithë vija bregdetare. Në rastin e Vlorës, pra ai proces për cilin ne punojmë përfshin qytetin Vlorë dhe me radhim Orikum deri në Qeparo, pra që është në përgjegjësinë e Njësisë Vendore Udhëheqësore Vlorë. Kuptohet që procedurat janë bashkohore, sekundë çdo vit, pra trajtimi bëhet kundër larvave të mushkonjave, pra gjeneratave të reja të mushkonjave dhe synon të preki gati 100% të gjitha sipërfaqet ose habitatet e mundshme për zhvillimin e larvave, siç janë kanalet, bodrumet, pusetat e hapura apo pellgje të ndryshme, pra zona me ujë të ndënjur që favorizojnë pra zhvillimin e larvave dhe aq më tepër në temperatura të larta, ku zhvillimi që me njershëm brenda disa vjetësh, i larvave të reja. Për këtë arsye bëhet çdo 2 javë, pra për të mos lejuar gjeneratat e reja. Bashllari thekson se ky proces kryhet çdo javë do të vijojë gjatë gjithë sezonit veror deri në muajin tetor, periudhë edhe kur temperaturat pësojnë ulje. Procedura zgjat për gjatë gjithë sezonit veror deri në ftojen e temperaturave, që do të thotë deri nga fundi i muajit shtator, fillimi i muajit tetor, kur ka një reduktim të ndjeshëm normalisht të popullatës së mushkonjave, pra është për gjatë gjithë sezonit veror. Është procedurë që është kryer vit për vit me metodologji, një pjesë të ngjashme, një pjesë janë rinovuar. Këtë vit do bën pikërisht ato që janë bërë, si çdo vit duke prekur, siç u thash, 100% gjitha kanalet e Vlorës, bodrume, dhe mundohemi pra të gjejmë dhe pellgje që krijohen natyrisht nga ndryshimet e ndryshme strukturore që pësojnë. Qyteti bazohet në njoftime të ndryshme që mund të na vijnë si nga pushteti vendor, pra nga shërbimi 3D i Bashkisë Vlorë apo i Bashkisë Simar. Marrim parasysh gjithashtu edhe nga qytetarët nëse na vijnë njoftime pa diskutim që do shikojmë mundësinë pra për të planifikuar sa më shumë volume pune. Dezinsektimi është një proces që do të zhvillohet edhe këtë vit, ashtu si në çdo sezon tjetër turistik, duke përfshirë qytetin e Vlorës, si dhe të gjithë vijën bregdetare nga Vlora deri në Qeparo.